Ministria e Arsimit ka nisur fazën përfundimtare të përgatitjeve për zhvillimin e provimeve të maturës shtetërore 2026, ndërsa paralelisht po përgatitet edhe strategjia e re kombëtare e arsimit parauniversitar 2027-2032, në funksion të prioriteteve kombëtare dhe procesit të integrimit evropian. Në konferencën për mediat, Ministria Mirela Kumbaro bëri të ditur se provimet do të zhvillohen në datat 2, 9, 16 dhe 23 qershor në 144 qendra provimi, ndërsa mbi 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit do të ndjekin nga afër procesin në terren. Ministria theksoi gjithashtu se këtë vit janë ashpërsuar rregullat dhe masat disiplinore për të garantuar korrektësi dhe barazi gjatë provimeve. Ajo paralajmëroi se përdorimi i telefonave, orëve inteligjente apo çdo pajisjeje tjetër elektronike do të sjellë përjashtim të menjëhershëm nga provimi. Puna në fakt për maturën shtetërore, 4 provimet e cilës zhvillohen në muajin qershor, ka filluar prej kohësh dhe bëhet fjalë për një punë voluminoze që ka nisur që në muajin dhjetor të vitit kaluar me nxjerrjen e përditësimin e urdhrit ose që ndryshe është rregulloria e organizimit të maturës shtetërore, e cila si vjet vjen me një risi për shkak të forcimit të rregullave, sepse çdo vit na mëson, na nxjerr nga një eksperiencë të re. Kemi bërë publikimin online të modeleve të provimeve se si duhet të shërbiten nxënësit, janë rreth 114 qendra provimi të maturës në të gjithë vendin, që është një shtrirje gjeografike dhe organizim shumë i madh. Janë mbi 170 monitorues të organizuar në ekipe nga Ministria e Arsimit nëpër shkolla. Kumbaro kërkoi dhe bashkëpunimin e mediave për ndërgjegjësimin e maturantëve mbi respektimin e rregullave, duke e cilësuar procesin si një moment të rëndësishëm për të ardhmen akademike të nxënësve.